kishte kuptim nëse do të mungonte diva e muzikës shqiptare, Adelina Ismaili. Kam shumë kënaqësi që ta kemi sonte këtu si gjithmonë bashkë me Valin. Kënaqësi që ju kemi. Mirë se erdhët në tapetin e Kush Festivalit Këngës. Mirë se u gjeta, kënaqësia është e imja dhe nderi është imi, faleminderit shumë. Sigurisht si një këngëtare që për shumë vite ka bërë revolucion në muzikën shqiptare. Një festival i tillë po besoj vjen me shumë emocion për nga ana profesionale tek ju. Edicioni i tretë, shumë këngë bukura, paraqitje të mira, i keni parë si erdhën tek ju, si është përshtypja në përgjithësi për festivalin. Unë karrierën 6 vjeçare kam filluar në akordet e Kosovës dhe për mua është emocion i veçantë me qenë sonte këtu. E kam përcjell, më kam pëlqyer shumë, mendoj se është kulminacioni i festivalit sonte, krahasuar me 2 vitet e kaluara. Ky edicion më ka duk si kulmi gjithë asaj që ka ndodhur, po ende e kemi foshnjë festivalin ton.